theks veçantë prokurorial. Zoti Shola, ju keni qenë prej fillimit para 6 vitesh kur është nisë iniciativa për hartimin e këtij projekt ligji. Nuk është që në debatet e shumta që i kemi zhvilluar deri tash e që kemi diskutuar që ka pas një mungesë për sa i përket kornizës ligjore për ta mundsuar konfiskimin e pasurisë që është fituar prej aktiviteteve kriminale, e cila s'ka mujtë edhe me u justifiku. E kemi edhe një ligj që është për kompetenca të zgjeruara që e kemi pa që praktikisht është pothuajse ligji pa zbatuar, sepse si ka ndoshta as sakisht atë një dorë raste në cilat është aplikuar. A mund më na kallëzu pak në kronologji shkurt çka është historiku i këtij ligji edhe pse krejt këtu për ta pasur një ligj që mundson konfiskim ndoshta më të lehtë, por që duke ditur që sistemi i drejtësisë është i brisht, a do të jetë edhe kjo një barrë e madhe për ta zbatuar këtë ligj? Tash përmbledhur aze, është shumë e vërtet që tash e 6 vite lëvizja vetëvendosje është duke e përdor çështjen e biros për fushat politike. Aktualisht jemi në mandatin Kurti 3 dhe kjo çështje do të thotë është duke u përdorur që nga koha e Kurtit 1. Në vitin 2020, do të thotë ka pasur konsultime publike në raport fillimisht po përmendi me koncept dokumentin për inicimin e një sistemi të konfiskimit të pasurisë që ndjek pasurinë dhe jo personin, konfiskimin in rem. Në atë kohë ne kishim dhënë komentet e tona të cilat nuk kishin marrë parasysh, ku argumentonim se Kosovës nuk i nevojitet një mekanizëm i tillë dhe nuk është arsyetim dështimi i 2 sistemeve për krijimin e një sistemi të tretë. Çfarë i bie kjo? Kosova ka legjislacion për konfiskimin e pasurisë e përfituar me vepër penale, sipas dispozitave të përcaktuara në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale, dhe po ashtu e ka dhe ligjin për kompetencat e zgjeruara. Ligji për kompetencat e zgjeruara, në raport me ligjin për cilën jemi duke diskutuar sot, dallon vetëm një aspekt, sepse e kërkon edhe një dënim penal. Pra, kërkon dënim penal në momentin kur ti dënohesh, që është standard, po, dhe tash ti dënohesh për atë vepër penale të listuar në ligjin për kompetencat e zgjeruara, në momentin kur dënohesh do të thotë thjesht prokurori vazhdon dhe barra e provës bie mbi ty për gjithë pasurinë tonë, jo vetëm për ato që është e ndërlidhur drejt për së drejti me veprën e kryer penale. Nuk janë marrë parasysh komentet e tona në koncept dokument. Ka kaluar qeveria Kurti 1, ka ardhur në pushtet qeveria Kurti 2. Edhe në projekt ligjin e parë ishin shkurtuar në mënyrë në kundër aso kohe dispozitave që kanë të bëjnë me rregullorën për standardet minimale në procesin e konsultimit publik, ishin shkurtuar detet e konsultimit publik. Arsyetimi përgjithsisht i qeverisë është se dëshironim që këtë projekt ligj ta miratojmë në qeveri para vitit të ri. Por as herën e parë se ta po thojnë që vetëm për shkak të aspekteve procedurale nuk po i zhvillojmë konsultimet publike. Standardi konsultime publike nuk është zbatuar as në projekt ligjin e parë. Shkon projekt ligji në kuvend, kryetari i kuvendit aso ku e Glauku Njufca e procedon në opinionin në Komisionin e Venecias dhe Komisioni i Venecias e jep një mal me shkelje në këtë projekt ligj. Ne i kërkojmë do të thotë Ministrisë së Drejtësisë që ta tërheq projekt ligjin, t'i adresojë çështjet në Ministrinë e Drejtësisë, thotë jo, po ja adresojmë në mes të 2 dëgjimeve. Çfarë ndodh tutje në mes të 2 dëgjimeve tentohet që të adresohet, ligji bën për shkak të përmbajtjes së tij në gjykatën kushtetuese. Herën e dytë bjen për shkak të procedurës së ndjekur dhe tash e kemi herën e tretë ku përsëri dhe herën e dytë nuk ka pas konsultime publike dhe tash e kemi edhe për herën e tretë që vjen pa konsultime publike. Do të thotë 6 vite duke u përdorur. 6 vite duke thënë se pasuria e fituar do të jetë vetëm e ndjerës, ne do ta krijojmë këtë sistem, do t'ju merret pasuria etj. 6 vite asnjëherë proces adekuat të konsultimeve publike. Për do të thotë ne nuk e di a do të kemi zgjedhje pas 28 prillit apo jo, mirë po përsi kartë politike është duke u përdorur tash 6 vite dhe që thjesht po tentohet që të vazhdohet që të përdoret si kartë politike edhe në raport me zgjedhjet e tjera. Zoti Gruda, çka konkretisht duhet që të adresohet në këtë projekt ligj përveç aspektit procedural, që duhet respektohet, që duhet ketë konsultime publike, që ligji të jetë i kompletuar dhe që nuk rrezikon në asnjë formë të drejtat e njerëzit dhe që mundson vërtet konfiskimin e pasurisë që është fituar nuk mund të justifikohet. Duhet disa çështje vetëm e para, ajo që tham duhet ketë konsultim publik,
është standard kushtetuese. Domethënë konsultimi publik është pjesë e sundimit ligjit sipas Komisionit të Venecias, na e kemi në kushtetutë. Nëse s'ka konsultim publik, shkilet parimi i sundimit ligjit i mbrojtur në kushtetutë. Nuk mund të bëj ligje në demokraci që si konsulton me publikun. Atë se ne po na duket një fjalë konsultim publik më mbledh njerëz sallë. Ligji që konsultohet me publikun në demokraci s'është legje, s'mund të më kalu. Veç për çato mund të mërcoj gjykata kështu, se krejt ligjin. Në fakt e ka rrezu. Do thonë, veç për çato, veç nëse PDK-ja shkon veç një fazë, thotë s'ka pas konsultim publik, argumenton mungesën e konsultimit publik, gjykata harxhan. S'është diçka që s'restaurohet, domethënë. Ti dosh me na e kemi dhënë mundësinë mes dy leximeve. E dyta, ato që thash edhe një herë përsëris që nuk mund të ketë rregullime të caktuara për në këtë ligj me akt në ligjor, të bën prej drejtorit. Tjerat mund nxjerra këtu disa për shembull teknike mund t'i duken dikujt, po na që jemi juristë këtu jemi gjithë në tavolinë juristë e dimë që s'është ashtu, që pyet tregoj për shembull për seriozitetin e shkrimit të ligji. Nenin paragrafin 4 neni 30. Thotë, nëse mosa e përkohshme për sigurimin e pasurisë, presje përkatësisht mosa për sigurimin e pasurisë është urdhëruar, do ki dy herë njëjtin koncept që ki përsëritje. Thotë, byroja nuk paraqet propozim për konfiskim pasurisë brenda afatit të parapor nga paragrafi 1, 2 dhe 3 këtij ligji, gjykata më njëherë zyrtarisht apo me kërkesë të palës në procedurë anulon mosën e urdhëruar dhe urdhën që pasuria të vjet në dispozicion të palës. Paragrafin 1 dhe deri në 3 kur i lexon, flasim për kozgjatjen e mosës, jo për afatin e paraqitjes propozimit për konfiskim. Kështu që kjo tash bëhet e paqartë, a është ky afat për mosën apo për byron, se kupton. Ose për shembull e keni në 19, thotë përjashtimisht nga paragrafi 10, kur shkojsh e sheh që e ka fjalën për paragrafin 9, jo 10-shin. Ose e ki për shembull në 14, thotë nëse byroja tërhiqet me propozimin për konfiskim, çështja konsiderohet res judicata. Na dim që res judicata është një çështje që u gjyku në merita, e do vendos për të. Nëse byroja tërhiqet, ajo s'është res judicata. Ajo është tërheqje e palës në këtë rast byros për një çështje. Po për të konsideruar res judicata, do të më gjyku në merit me pas një akt gjykim. Jo akt vendim për mbyllje të rastit, ose vendim çka parashit me nxjerrën atë rast, akt vendim besoj. Do të jetë ashtu. Ose ki për shembull paqartësi terminologjike. Më falni edhe një minutë për këto teknikalitete duken po. Për shembull e ki dikun pasuri e pa justifikueshme në 1 dhe 3. Pastaj ki pasuri e fituar në mënyrë të pa justifikueshme në 8 dhe 24. Tani ki pasuri e pa justifikuar, që është njëjtë me të pa justifikueshme. E keni në 41. E kështu me radhë që janë plot si gabime që unë i kum po, dhe është një ligj, i kam edhe disa pas, po du me ngarku këtë diskutim. Shkruhen dispozitat si kun publicistik. Nëse gjyqtari vendos, tani gjyqtari thotë e thirr, prandaj du të mi thirr, andaj du të mi thirr këtë pol atë pol. Domethënë këtë gjua është, për kujtoj edhe një herë këtu. Gjykata Evropiane drejt njerit ka disa vendime në cilat thotë ligjet duhet të jenë qarta edhe të kuptueshme, është standard i sundimit ligjit. Bile është një rast, duhet është Castillo kundër Spanjës, thotë nëse ligjet Gjykata Evropiane drejt njerit nuk janë mjaftueshëm të qarta, edhe thjesht ta më kuptu edhe prej atij që s'është jurist, thotë ajo përbën shkelje drejtave dhe lirive të njeriut, se njerëz nuk i kuptojnë obligimet dhe drejtat që rrjedhin nga ligji. Prandaj ky ligj kështu që është problematik me kalu. Pse ke nguti se ju pyeta edhe në fillim dhe tu i pa ditët që i